Zotin Gjokudaj, nga data 22 maj dhe në 25 maj në këtë qytet, në Ikbon, në Kinë, po zhvillohet një ekspozit, tashme një takim tradicional mes prodhuesve, eksportuesve dhe importuesve të Kinës dhe vendeve të Evropës qendrore dhe lindore. Në gjykimin tuaj, cilat do të ishin avantazhet e bashkëpunimit tregtar dypalësh Shqipëri-Kinë, pra edhe për vendin tonë, meqense jemi vend i kësaj zone, par edhe në kuadrin e mekanizmit të formuar tashme që ka disa dekada, mund të themi, të bashkëpunimit Kinë, vendet e Evropës qendrore dhe lindore? Shumë e drejtë pyetja juaj, pasi aty duhet të synohet në aspektin e përfitimeve, do thosha që ka disa avantazhe përfituese konkrete, të cilat më së shumti materializohen në fushën e asaj që rritet dhe forcohet një bashkëpunim më i madh përmjet jo vetëm pjesëmarrjes në një ekspozit tematike, por në shumë pjesëmarrje të tjera, të cilat në një farë mënyre nga njëra anë zgjerojnë dhe diversifikojnë modelin e tregut shqiptar drejt tregut shumë të madh kinez, po unë do të thosha jo vetëm, Azia është një minier për Shqipërinë, për një treg të vogël si Shqipëria, për prodhimet që ata kanë nevojë. Kemi bujqinë organike, kemi prodhime të minerale të cilat janë shumë të nevojshme, ato çfarë janë prodhime të tjera natyrore, si ujë edhe prodhime të tjera, dhe natyrisht edhe ajo çfarë neve tashmë mund të përfitojmë është pjesa e asaj se si Kina do t'i qaset tregut shqiptar aty ku ajo është më zhvilluar në infrastrukturë, e cila ka disa projekte në Ballkan, po dhe në Europë, në pjesën e automatizimit apo teknologjisë në tërësi dhe në atë qasje që Kina ka më së miri zhvillim, pjesën e mënyrës se si organizon, pra atë çfarë mund ta quajmë dijet.